shumë. Po sa i përket famës? Pa dyshim që fama vlerësohet më shumë. Kur e keni po dikon të shkut në të i thoni doktorët në qytet apo me bëni fotografi me ty? Nuk ndodh. Ndodh me një të famshëm që bëhet i famshëm nështë qoftë edhe në TikTok, qoftë edhe të bo gjeste prej ma ju njerëzoreve të mundshme. Domethënë ati shkojnë dhe i thojnë a bën me bëni foto me ty, një doktor nuk shkojnë kërkosh me lyp fotografi. Kjo tregon që tek ne fama ka pak ma shumë rëndësi, domethënë se ajo që kur njerëzit pra ka më shumë rëndësi një influencer se sa një që i diplomuar edhe ekspert i fushës për shembull. Patjetër që po. Patjetër që po. Këta mujna me po veç të i mod viewsat në rrjetet sociale. Cili ka më shumë viewsa. Na e dim që nëse kemi një profesionist një fushës caktuar, edhe ai flet më shumë për çat punë se e din çat zanat, e din profesionin e vet, edhe kena njërin që s'ka haber hiç, po veç ashtu godet me një deklarat, e dim cili këqyret më shumë. Mirë. Vleruna? Për mu diploma